Festat e këtij nëntori e gjen këtë djalosh 11 vjeçar më të lumtur se kur, pasi realizoi një ekspozit pikturash krejtësisht të tij. Piktura për Muenis Mashën është fjala e tij, tingulli që fatkeqësisht nuk mund ta dëgjojë. Ai është një fëmijë i veçantë në kuptimin e plotë të fjalës, por jo për faktin e të qenurit autik dhe që fatkeqësisht vuan nga një tumor në kokë, por sepse të gjithë botën e tij e shpalos me ngjyra mbi fletët e bardha, ashtu si jo çdo kush mund të arrijë ta bëjë. E përpos këtyre, së bashku me Mami Gjildën, kanë gjetur forcën të ecin përpara, ndërsa kjo e fundit ndan me ne emocione tek kësaj dite të veçantë për Muenisin. Unë dua të falenderoj shkollën. Është një staf i mrekullueshëm që kanë gjetur vetëm ngrohtësi, mbështetje. Nuk di se si ti falenderoj. Dhe sot për këtë, domethënë për këtë ekspozitë është merit e tyre. Për mesazhin që duhet jap jam për nënat, që mos të stepen, mos të mbyllin fëmijët e tyre pse kanë një problem shëndetësor, po të vazhdojnë të integrojnë me aftësitë e tyre, të zbulojnë, ngulin këmbë, që ato ta jetojnë aq mundësi që kanë të jetojnë. Ndërkohë për drejtoreshën e shkollës nënveçare Miss Tomame dhe stafin pedagogjik, nga puna me Muenisin vjelin vetëm dashuri të ciltër. Sot është hap ekspozita, na ka gëzuar shumë, për të qenë shumë e sinqertë, janë fëmijë që t'i japin shumë dashuri. Dhe mesazhi që ai donte t'i tregonte fëmijëve të tjerë që dhe ai kishte mundësinë e tij, domethënë që të shprehte një emocion dhe një gjendje të brendshme rreth festave të flamurit. Muenisi është një fëmijë i veçantë, të jep dashuri pafund. Ai nuk dinte gjë tjetër veç që para sa u takoje me të puthte dorën një herë. Është shumë i qetë në orë të mësimit, miqësohet shumë mirë me fëmijët. Ai është një fëmijë i rrallë. Muenisi nuk di vetëm të pikturoj, ai di të luajë violin, të vallëzojë shumë bukur, madje edhe të përdorë më së miri teknologjinë. Teksa ne ishim duke marrë intervistat, ai na bëri fotografi pafund. Ne u larguam por do kthehemi përsëri, me shpresën se të tjera vizatime do mbushin murin e kësaj shkolle nga dora e Muenisit. Përpos të gjitha këtyre, ai nuk ka zgjedhur as të mposhtet e as të dorëzohet. Ai e jeton jetën e tij si një telajo dhe vendos në të vetëm ngjyrat e bukura.